E di që hulumtohet pastaj edhe nga rrjedh komplet gjendja aktuale, por a ka më shumë predispozita atje traumë e përjetuar në familje, apo është diçka që vjen rrjedhshëm për shkak të moshës? Realisht, familja është një ambient që është shumë i rëndësishëm në kuptimin e shëndetit mendor. Dinamikat të cilat zhvillohen brenda familjes padyshim që kanë me pas një efekt detrimental në mirëqenien psikologjike të fëmijët. Ato zakonisht kur fëmijët të cilët kanë këto karakteristika, kur në të dhënat anamnestike të cilat ne i marrim, i fusim edhe ato që quhen të dhënat kolaterale, aty mbështetet përshkrimi i sjelljes së adoleshentit nga këndvështrimi i prindërve. Mirë po, aty vrejmë dinamikat të cilat ndodhen në shtëpi. Kur të vim tek psikologu, tani fatmirësisht njerëzit janë vetë të djesuar dhe janë të hapur për të folur edhe për ato se çka po ndodh brenda familjes. Shumë më të larta janë mundësitë, domethënë, po theksoj përsëri, shumë më të larta janë mundësitë që dinamikat e rënduara në shtëpi munden me afektu jetën emocionale të adoleshentit. Ndonjëherë njerëzit kur të flasin për traumën, gjithmonë i referohen një situatë e cila ka një potencial traumatik shumë të madh emocional. Siç është për shembull humbja e një antari, ndonjë aksident i mundshëm, ndonjë thyrje e rëndë emocionale, mirë po harrojmë përmendim diçka. Trauma nuk vjen vetëm nga impakti i parë emocional. Ka një lloj traume e cila quhet trauma akumulative. Kur në jetën tonë ballafaqohemi me gjëra të cilat janë të pakëndshme, të cilat ndodhin në vazhdimsi dhe më vonë ato janë një traumë akumuluar, që do të thotë në fund japin të gjitha karakteristikat të traumës. Dhe si rrjedhoi adoleshenti është shumë i prirur për me reaguar në formë të ankthit, depresionit, sepse në fund të fundit edhe trauma futet në kuadër të çrregullimeve të ankthit.